Për rasti me Altin Dardha. Me Altin Dardha ne kisha koishi. Shiko, Altin Dardha ka qenë një djalë i shkëlqyer. Shumë i pamshëm, me gjitha dhjeta në shkollët e vjeçare, çfarë themon. Prap, unë kam inat më shumë me shtetin se me individet. Se shteti vet i oste individ të tillë në mënyra të ndryshme. Dhe këta, pastaj, gjem të ri, merrin zemër i hyrin aventurës. Cili është episodi me Altinin te? unë e kisha dhe teatrin shok, Lozja Shamete, mësus, shkëlqim Dardha, ai ishte njeri shumë i mirë. Unë e kisha koishi, unë merre leje, sa i kishte rrethuar gjithë qytetin. Dhe atyre që i kishte lënë ai, qytetin jo për lagjen. I thoshe, ka në i porosi shefi për mua, a mund të shkojnë punë? Kështu ishin punë të atërë. O të mere lej, ose më shkoj e fare. O nuk e lash punë as i ditë. Pra i merre leje Altin Dardhës për Jo shkuar... Altin, jo ma e si ishte fare. Grupi ti, pra. Si ishte fare, po kishte shërbim Grupi, mes pra, rrugës. aje kontrollonte. Kishte shërbim aty mes rrugës. Nuk për ishte shkuar- jon, për nuk shkuar ishte në punë. joni shërbimi. Unë pyesjam, unë e dijam. Po pra, ju i merrit leje grupit kriminal Po. për shkuar në punë në polici. Po. Ja ku e çoj vetën shteti.